Qëta Serb, shkollën e mesme, edhe shkollat filloj kanë krime shqiptare. Kanë qenë pa maska. Kanë qenë të amatosin, kanë pas zolla, kanë pas pistoleta, automatik. E Milani, në qatë momenta, ka qenë mrena shtëpis? Po, mrena shtëpis, pi rrugës, ka i mrena shtëpi. Ta kem pas si për të qatë ty para ekranit. Në ndonë, thash gru, amanet mitë edhe gruja shkoj. Gjykata themelore në Prishtinë ka lëshuar urdhër arrest ndaj 20 personave të dyshuar për krime lufte kundër popullsisë civile. Në mesin e të pandehurve është edhe Milan Radojčić, i akuzuar për sulmin terrorist në Banjsk të Zveçanit. Afrim Caka ish i burgosur politik e aktivist nga Gjakova që nga viti 2002 ishte angazhuar që të mbledhte dëshminë mbi 4.000 shtëpi në Gjakov për krimet, vrasjet e dhunimet që kishin ndodhur gjatë kohës së luftës. Ai ka publikuar një libër të gjatë me dëshmitë e mbledhura me emrat dhe mbiemrat e personave që dyshohen se i kanë kryer krimet e luftës në rajonin e Gjakovës. Në një intervistë për Kallzo.com, Afrim Caka kishte përmendur edhe emrat e 4 personave ndaj të cilëve u lëshua urdhër arrest. Në rrëfimin e tij, Caka ka shpalosur dëshmitë e luftës për të bëmat e të pandehurve: Milan Rajko Radojčić, Svetislav Jordan Gligorjević, Lazar Milovan Drashković dhe Zvonko Čedomir Ristić. A i ka qenë Sërb që ka jetu në Gjakov, që ky Milan Radojčić i listës sërbe? Po, këta njohë mirë, të gjithë nga ona Dershini ka qenë Gjakovar, Sërbër Malezes. I kem njohë me emën mbi emër. Do thotë duke filluar nga Lazar Sava Drashković ishte. E pse e keni njoftë? Kojshi ju i ka qenë? Jo, Kojshi me Florë Dylën ka qenë. Baba i tij ka punu me mu ngrojnë e reklamatorit Rajko. Baba i kujt ka punu me ty? I Milanit. Baba i Milanit. Rajko quhet, ka punu ngrojnë e reklamatorit, ka qenë shofer. Ta kemi njohë shumë mirë. Unë e kom njohët edhe këtë Rajko në kom njohët, këtë Milanin. Po emës ja kom ditë. Kër mi dalë në barë, e kem pa Milanin mrena aty. Unë e kom gjohë, po emës ja kom ditë. Po, kem pa, në barë e kom pa. I kom pas edhe da që kam punu ngrojnë e reklamatorit. Ata i kom gjohë fill. Edhe këta kur dëllëm në rrugë, Flora ishte në rrugë. Këta kanë qenë të veshëm uniformë? Po, uniformë, ka qenë me uniformat kamuflunet polisore. Çka kanë qenë pa maska. Kanë qenë të amatosin, kanë pas zolla, kanë pas pistoleta, automatik, dhe kështu me qizme të zezë, atë likurës, do thëtë, edhe kanë pas kapelat në kokë. Do thëtë, kanë qenë gjithë pa maskun. Ata që një prapa shtëpisë, ata s'ka mujtë me në gjoftë, përveç disave që kanë gjoftë tjertë, se me paramitar ka pas edhe disa... Çka bëj ke Milani kur e ki pa ti? Pastaj fillumi grumullu, i qitë nga shtëpit krejtë, fillumi grumullu, tha për më shku për Shqipëri. Në ato momentu në lalëm para derës Mamet Dylës, një familjes Dyla. Familjen Dyla, mrena kishte metë Floria Dyla, edhe Mamet Dyla. Mamet Dyla hini pak ma vonë se shkremi marë qumshtin biberonet për nipat e vetë, që zë dy njëtë njërë, po hini nuk doli mo. Edhe aty mrena ishin sterunë në 2 musafirë, cënë dërvish e dore dhe ishte në lokaj. Dhe më thënë ishit njëni ka shërmet e njëni nga vokshi. Nëse i gaboj envet, jenë liber gjithë, shkrunë aty. Edhe ndërko, në zhgunë disa 2-3 minuta, vesh kemi një batarë, bibit, gjithë që ata pëllet që jenë liber, që i më përshku me Radojčićin, gjithë kanë gjytë për jere, i kanë vratë tret. Mrena shpis dyre? Mrena shpis, po. Flore e artë ka të nesit, edhe i ka gjithë tret vranë të masakru. E Milani, në qatë momenta, ka qenë mrena shtëpis a jashtë? Mrena shtëpis, pi rrugës, ka i mrena shtëpi. Ta kem pas si për të qatë ty para ekranit. Qysh ndodh? Qysh ka ndodh që kjo? Gjakova ka pas shumë Sërb? Pak. Me rrëthin, Gjakova me Piskot që pja thëmë ne. Ato i fushet e Gjakovës, 1200 vetë krejt një kundë. Ka pas më tjepër. A është e mundën që i keni njoft krejt që ata? Krejt që ata. I keni njoft Sërb të Gjakovës? Qëta Sërb, shkollën e mesme, edhe shkollat filloj kanë krime shqiptare. Jenë shkëshnu me shqiptarë, në për fabrika kemë pënu, që me babën e Radojčićit kom pënu në reklamatorat. Me Svetislav Jordan Gligorjevićin kom pënu në reklamatorat, ata kanë bo krime shumë në Gjakovë. Dhe më thonë, nuk ka Gjakovar që nuk ka kontaktu do një ditë me do një Sërbër Malezes. Do thotë, krejt krimet që tu në Gjakovë i kanë bo Malezes dhe Sërbë. Mirë, që ta kanë jetu gjithmonë në Gjakovë? Po, gjithmonë. Po ka pasë rëdhatë të arën për fshata për rrët, kanë arët pi 5 e për i Zenit. Nga Klina kanë arët në Gjakovë. Mirë po, vetën e ka logaritë Sërb? Sërb, po. Sërb. Aty në nëzorën me dhunë nga makina, në pasit pare kini, thasë, jo s'kem pare, nda morën në ndonë. Bura? Po.
Në ndonë, thash gru, amanet mit edhe gruja shkoj. Ato i në shku diko, që apeti me i shpijen rast, në lagjen e gjimer. Me qëfar mjetë ju transportojshën? Me autobus edhe me një kamjen. Me autobus ju që? Edhe një kamjen. Një kamjen ka qenë kësi, këshin marrë ku, këshin marrë kamjen zdi, jenë emnet e shoferave, në libra të shënju. Ta dy shoferat ka qenë nga Gjakova. I njëf një shofer? Po. Që shëndeshët ju kush janë shoferat, po më intereson? Si më të njoftë, që sigur ty që edhe shoferat e Gjakovës? Po, Gjakovës ishin, Sevro Malazes. Edhe shkoni... Njoni ishte djeli halës Slako Kovacit. E kush ka qenë Slako Kovacit? Ka qenë e shef i policisë në Gjakovë. Më thonë ka qenë një kryo kriminal në Gjakovë. Që s'kallon shpi, pa hinje, pa re, pa vra, pa plaçki. Edhe kjo që ashtu. Edhe kjo djali halës tia ka kohë shtëpin doktor Femi Vullës e ka plaçkite, shumë rrallë. Sosër me emër mbi emër për afërsisht i kiti? Gjdo dëshmitar, po nuk e di saksisht se si kom nëmru, po nëse ti ma ke dhe në emër, kom vu vetë të obligim. Besa kom shku në pe, në prizën, nëse ka qenë një pesë, atje kom gjithë letë. Kom gjithë shoshëri, në përmjet shokve, ma kanë gjithë ato dosin e ti edhe ma kanë dhonë fotën. Do thot, nuk i kom nu sa e në gjithë. Për më mjende se kaloj peki kohë e gjatë, jem tash fokusur rëplikë. Do thot, i kom gjithë pjesën dërmuse, mu i me thot 95%, 99%, i kom gjithë dëshmitar që në gjallë, dërës parë, që e kanë vra lanë, e kanë vra babën, njonën, vajzën e shkabedi unë shumë rrallë. Edhe tash, kom bizitu, qash gjatë me ta, mi kujtu të qilë kanë qenë ata. Mi ka dhonë nemë, atë kuj ka qenë rrugës, që me ka posë që temen. Pas të unë i kom vu dëtyrë vetës me qatë listë, në përmet me di Frizit, që ka vdekë njeri, që ma ka dhoni përkrarë shumë të madhe, kema arrit me nëzirë statistikat, edhe me nëzirë emnat e mbjenat, emnat e babës, rrugët, ku ka jetuar.